Zito, pra, eja këtu. Dëgjo më mirë të shkosh tek ai. Jo, nuk mundem. Kam një takim me një burr tjetër. Nuk më besohet, ajo e refuzon. Mos u bëje marr. Bëj si të thot. Ai pirate është Raber Kapelja prej Kashte. Ai tipi që u hosi çmendur në luftën e tmerrshme kundër marinës para 2 vjetësh. Kjo nuk është gjë e mirë. Po pret një burr, sapo do dëgjoj emrin e Raberit Kapeljes prej Kashte dhe pase do të filloj të qura pide si fëmijë. Mos e zgjat shumë eja këtu. Ndoshta nuk u shpreha qartë se duhet. Nuk kam as pak ndërmend të shoqërohem me ju sepse ju nuk jeni në nivelin tim. Si the? A e kuptove tani Kapelja prej Kashte apo si dreshin e ke emrin? Çfarë? Siguzo, proserita. Emri im është Raber Kapelja prej Kashte. Ej, vajz, kërkoj falje, ose këtu gjërat do të përfundojnë keq. Uraja nuk të mungon, por nuk të bën punë. Do të merrem unë me të, shef. Atëhere, të duket vetja e fortë apo jo? Atëherë do të të jap 2 opsione të mundshme. Ose ti do të pranosh shtesën e kapitenit ton, ose do të të heq qafe. Po prezantohem, unë jam Nami, Macja Hajdute. Në kokën time ka një shpërblim të konsiderueshëm. Kështu që mos bëj të shkaptën. Lëvizje fortë ylli e fil. Ha? Aje! Jo! Tim! Po çfarë po ndodh këtu? Largo, mos më afro! Po çfarë është kjo? Një lloj bime mishëngrënëse? Uluni zonjush, duhet ju ofroj për të pirë. Alisa! Alisa! Zonë që ti, sa ko ka kaluar, po si e që ke rritur që ke për një djalë shifone? Dhe ti nuk pas ke ndryshuar, Nami, më dukesh në formë shumë të shkëlqyer. Nuk më besoj, Ajo kukulla po merret me atë tipin